I nderuar doktor profesor, kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, neve ju falenderojmë shumë sot, jo vetëm për praninë tuaj këtu, por për gjithë mbështetjen që ju I keni dhënë grave dhe vajzave gjatë gjithë rrugtimit tuaj, jo vetëm politik, por edhe profesional. Në fakt, është vetëm falë mbështetjes tuaj që shumë prej zonjave që janë në struktura drejtuese të Partisë Demokratike, apo kur kemi qenë në qeverisje, dhe është vetëm falë mbështetjes tuaj që ne ja dolëm që edhe me ndryshimet e kodit elektoral ne të ruanim 30%. A jemi ne të kënaqura me vetëm 30%, kur në fakt mbas lëvizjeve demografike gratë përbëjnë më shumë se 50%? Sigurisht që jo. Ndaj dhe ne si Lidhje Demokratike e Gruas do vazhdojmë të kërkojmë një përfaqësim më të lartë të grave dhe vajzave fantastike, të shkëlqyera, si në profesionin e tyre, ashtu sikur se sa po pam disa vajza që na mahnitën me kërcimin e tyre të trevave të mirditës, por do donim nga ju mbështetjen që një përfaqësim më I madh I grave të jetë jo vetëm në leadershipin e Partisë Demokratike, meqense po bëhen zgjedhje të brendshme, por një përfaqësim më e madhe e grave në zgjedhjet e ardhshme lokale, si kandidate për kryetare, ashtu edhe kandidate për në këshillat bashkiak. Në këtë sallë këtu, por dhe jashtë saj, ka potenciale të jashtëzakonshme që ende nuk janë shfrytzuar në kuptimin e mirë të fjalës ashtu siç duhet. Historia na ka dëshmuar një të vërtetë. Sa herë që gratë kanë rezistuar, sa herë që gratë janë ngritur, sa herë që gratë kanë drejtuar, sa herë që gratë kanë udhëhequr, dhe emrat janë të shumt, ato jo thjesht kanë qenë pjesë e një historie. Jo, gratë kanë ndryshuar historinë. Dhe pikërisht kjo pra është fuqia e grave, këtu qëndron edhe forca jonë. Fuqia e grave është ajo e nënës që jep jetë. Fuqia e nënave është që rrisin brezat. Fuqia e grave është që mbajnë mbi supet e tyre të gjitha hallet, problemet, punë për punën dhe shoqërinë. Fuqia e grave në udhëheqje që guxojnë dhe sfidojnë. Është fuqia e grave, si ju që jeni këtu të nderuara zonja, që nuk dorëzoheni edhe kur përballeni me vështirësi, edhe kur kërcënoheni